nuk ka quorum për mbajtjen e seancës. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, konstatoj se në sallë jemi 80 deputet, kemi quorum që të vazhdojmë me seancën. Vazhdojmë me pikën e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Më 11 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje, andaj lus deputetët që me ngritje dore, numri i deputetëve ka ndryshuar nga 80 të 87. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për kanë votuar 47 deputet, kundër s'kemi asnjë votim, as abstenim nuk ka quorum për mbajtjen e seancës. Shihemi ndërpritet seanca dhe shihemi 15 qershor në ora 11.